Tani do të flasim për nxënësit e 2 fshatrave të komunës së Vushtrisë, është fjala për fshatrat Koll dhe Bruznik, të cilat nuk kanë shkollë fillore, por nxënësit e këtyre 2 vendeve mësimet i vijojnë në shkollën e një fshati tjetër, fshatin e Novolanit. Deri më tani, për këta nxënës, Drejtoria e Arsimit në fakt siguroi transportin, me qenë se rruga është pak e gjatë, mbi 4 km, diku rreth 5 km, ndërsa këtë vit shkollor, për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore, transporti për ta nuk u sigurua, por edhe nxënësit janë ata të cilët i kanë ndërprerë mësimet. Ndjekim kronikën për t'u kthyer në bisedën që do ta zhvillojmë në studio. Rreth 80 nxënës fillor të fshatrave Koll e Bruznik të komunës së Vushtrisë çdo ditë vijojnë mësimin në shkollën e fshatit Novolan, e cila është mbi 4 km larg shtëpive të tyre. Këta nxënës vitin që shkoi udhtonin me transportin e siguruar nga kuvendi komunal, por gjërat ndryshuan, andaj prindrit na thanë se u obliguan që këtë shtator fëmijët e tyre mos ta fillojnë mësimin. Unë jam një banor i fshatit Koll, baba i 4 fëmijëve, që vijojmë mësimin në shkollën fillore Novolan. Për arsye të mungesës pagesës prej komune për transport, na s'kemi gjetur të rrugdale vetëm se më janë ndërprer mësimin fëmijën, se nuk ka mundësi me fëmijë në klasë parë, prej tuhet i ka sarmunë dhe me mat, afër 5 kilometrave, me çdo libat që i kanë, forë që po na e dhon nga Ministria e Arsimit, me shku kam në Novolan. Te ka edhe tash pyet edhe çan, janë dacak, edhe rruga pa trotuar prej tuhet në Novolan kur nuk ka në. S'kemi ditë të zgjidhja jone vetëm është me ndërprer mësimin deri sot na bojnë zgjidhje komunale. Unë kam 4 fëmijë në shkollë. I kam 4 vajza, cilat udhtojnë 5 km peq tuhet, i ka shpinë e kim, shtu. Edhe liçi është ngarkesë shumë e madhe, po rruga shumë larg, shumë rrezikshme. Këshi që bjen ato lagën 5 km. Edhe kur vinte shtëpia ose shkojnë mësim, qysh me mojnë mësim ato të lagta. Gjithë na kanë bërë transportin, herë na kanal, herë na kanë dhënë, po kryesoria tash e ka ndërprer krejt. Djena kom edhe në komunë, të drejtori, të kryetari, ka thonë që s'kejnë as i cent për me i bajtë qëta fëmijë. Nuk mëjmë i që 4 fëmijë në shkollë, rruga shumë rrezikshme, mas parë me ja morë jetën, një vajzës teme, çka do me ona janë. Nxënësja Naile Fazliu tregoi se të shkohet në këmbë në shkollë në këtë distancë është e pamundur. Unë jam nxënës e klasës 7, jam nga fshati Koll. Ne kemi rrugën shumë të gjatë, nuk po mundu me ardhë kam. Ka qesh shumë uvës, po friksohemi, prindrit na kanë thonë se s'ka këmbë, si me parë, po tash jena na po rrina në shtëpi, s'po dina ç'a me bë. Unë po du me shku shkollë edhe shumë fëmijë tjerë që janë me në shtëpi. Zikri Muzaçi, kryetari i fshatit Bruznik, tha si ka ndodhur kur vetë prindrit u kanë siguruar transportin fëmijëve të tyre me mjetet e veta, por një gjë të tillë mos mund ta bëjnë në mungesë të mjeteve materiale. Nuk e kanë filluar nxënësat mësimin për shkak se është rrugë e lartë. Kemi rrugë deri në 5 km gjysmë afërsisht, deri në 6 km dhe janë të rrezikuar nxënësat prej transporti, prej domethënë komunikacioni është i ngarkuar se është rruga kryesore Skënderaj Vushtri. Na si këshill si banor të fshatit, nuk kemi mundësi me çu nxënësat në shkollë me mjeteve tona. Prind kanë marrë vendim me bojkotu mësimin. Deri sot komunat na e bën zgjedhje. Banorët e fshatrave Koll e Bruznik u bën lutje organeve kompetente që të mendojnë për një zgjidhje për fëmijët e tyre, në mënyrë që të mos mbeten pa shkollim. E për këtë problem, ne tani do të bashkëbisedojmë në studio. Kemi drejtorin e arsimit të kuvendit komunal të Vushtrisë, zotërion Musaj Tërbuna, si dhe Naim Rustemi, kryetar i Këshillit të Prindërve. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirëmëngjes, mirë se gjatë. Faleminderit, po filloj me prindin s'pari. Çfarë po ndodh mësimi, derisa ne fakt ishim para 2 ditësh atje, mësimi nuk po e vijonin këta nxënës. Problemi është që kësha me bëni një përmirësim pak atë të transporti, nuk është problemi vetëm e Bruznikut e Kollës, por është edhe Novolani, këto janë se edhe Novolani pjesa e poshtë me edhe e ka një gjatësi dikon rreth 3 km e gjysmë. Po, pra jo, në bazë të ligjit nëse përmendëm atës, deri në 4 km lejohet. Edhe ka pas transportin, mirë po, në atë lagje kena edhe nxënësa me të metafizike, që do të me pas edhe për cilje. Drejtori është informuar për ato, bëhet një pagesë ekstra diçka për ta. Mirë po, fshatrat e Koll dhe Bruznik
e kanë një gjatësi më të madhe edhe një rrezikshmëria mos të flasëm ajo po shihet nga gjithë. Edhe nuk po ka mundësi se ka familje që ka 4-5 nxënësa që vijojnë mësimin, edhe për pagesë private, për transport privat, është për në gjendën cilën gjendemi sot, është bukur shtrajt edhe nuk ka mundësi që t'i mbulojnë shpenzimet. Problemi është që për shembull drejtoria e arsimit në Vushtre, ndoshta edhe kjo nuk është fajtore, ndoshta qendra pak më lart është fajtore, po kur po vjen shtatore dhe punë të shkollës, disi po gjenden një hutisi kur kjo është një katastrofë natyrore dhe nuk e din kur fillon procesi mësimor, edhe nuk është i ndonë buxheti për një transport që është i domosdoshëm. Kur dihet se fëmia nxënësi është e ardhmja e vendit tonë, edhe nuk punohet në drejtim. Tash për momentin mësimi është ndërprej për disa ditë, Derisa të mendohet ndonjë zgjedhje. Po, derisa të bëjmë ndonjë zgjedhje, kemi mbajtur një mbledhje këshilli prindërve dhe prind me datën 3 edhe 4, ku kena bërë disa kërkesa për drejtorinë e arsimit në Vushtre, që të sigurohet transporti. Kemi biseduar edhe me drejtoren e arsimit dhe me kryetarin e komunës. Për vitin 2014 nuk ka shpresë për transport. Dorsa kemi marrë një si garancë pa shkrim prej kryetarit të komunës që do të rishikojmë për vitin 2015, për janarit bëjmë në zgjidhje. Po, por viti është i gjatë megjithatë. Drejtor, mjetët sigurisht nuk janë, për atë arsye ndoshta dhe ju s'keni zgjidhje, por a është në rregull të mos ndahen mjetet për transport të këtyre fëmijëve, sidomos të parashkollorëve dhe atyre që janë të vegjël, klasë të para dhe të dyta? Me planifikimin buxhetor për vitin 2014, Komuna e Vushtres ka paraportuar që transportin e nxënësave ta realizoj konform ligjit dhe rregullorëve që janë në fuqi. Ne kemi gjithsej 24 vijat të transportit dhe bartim përmbi 800 nxënës, shuma e përgjithshme e mjeteve buxhetore për një muaj është 10.747 euro. Ju dini që ka ndodhur shkurtimet buxhetore për 15% në kategorinë molla dhe shërbime, dhe si pasojë e këtyre shkurtimeve buxhetore ne prej shtatorit nuk ke mundësi me i bartë nxënësat tonë, edhe pse e dim që është obligim ligjor, edhe pse e dim që pa kushte të mjaftueshme janë nxënësit e shkollave dhe fshatrave që ne i bartim me këtë transport. Po ato investimet që janë bërë në për shkolla, do thotë nga i buxhet për ta nxënës, në qoftë se veç nxënësit nuk shkojnë në shkollë dhe si shfrytëzojnë ato, çfarë është bërë? Nuk është të vërtetë që nxënësit nuk shkojnë në shkollë, po është të vërtetë që një pjesë e vogël e nxënësve nuk ka shku në shkollë, që për ne është shumë brengose, janë nxënësit e një pjesë e nxënësve të fshatit koll, të cilët vazhdojnë mësimet në shkollën e fshatit në Volan, janë nxënësit e fshatit Bruznik dhe një pjesë e nxënësve të fshatit në Volan. Nga njëjti fshati, nga fshati koll, një pjesë tjetër e nxënësve vijojnë mësimin në një shkollë tjetër dhe ata nuk e kanë ndërprej mësimin, jo pse ata kanë kushte më të mira, po sepse e dinë që për kushtimi i qeverisë komunale me në krye kryetarin e komunës është që ne të realizojmë transport, bile jo vetëm për ata që jem të obliguar me ligj, po për gjithë nxënës që gravitojnë në ato vija, nëse ka mundësi dhe ka buxhet. Jo dini që edhe 15 vjet pas luftës ne i përballemi me vështirësi, i kem plan të ndërtojmë edhe 4 shkolla të reja dhe nuk ka mjetet mjaftueshme që në gjitha drejtimet të ecim njësoj. Po, ky megjithatë është problem parësor, mendoj, është problem mjaft i rëndësishëm në qoftë se vetëm 2 nxënës apo 3 nxënës e ndërprejnë shkollimin në mungesë të transportit.
Nuk është çështje Është shumë e mirë problem, kjo sigurisht. edhe vetëm një nëse është që nuk e vjen mësimin, se lemu 72, so unë i kam informatat që janë Po, ishte diku rreth 80 këtë shkollë, numri. sipas informatat që unë i kam janë 72, mund t'jenë edhe ma shumë, sepse klasa e parë mund t'jenë bashkangjit ndërkohë disa prej nxënësve. Mirë po, nuk isha mu pajtu me faktin që mësimi nuk është tu zhvillu, sepse që nga dita e djeshme mësimi po zhvilluhet, nxënësit janë kthyer në shkolla, prindët e kanë kuptuar zotimin tonë dhe e dinë që përkushtimi jonë është që nxënësit të cilët kanë distancë të largët, kanë kushte të vështira ekonomike, kanë rrezikshmëri të madhe, ne do t'i bartim, por nuk do të kemi mundësi t'i bartim gjithë nxënës. Me çfarë do të bartën ata nxënës të cilët s'kanë mjete? Ata bartën përmes kombibusëve, të cilët janë kryesisht të aty në lokaliteteve. Ne i kemi 24 vija, do me thonë 24 familje kanë problem sepse ata nuk zhvillojnë aktivitetin e biznesit të cilin e kanë para po jem në vitin me vështërsi, nuk ka pas mundësi të rishikimit buxhetit. Se ky vit është më problematik, çfarë ka ndodhur? Sepse për shkak të rritjes të pagave ka ndodhur shkurtimet buxhetore dhe ato nuk ka ndodhur vetëm në drejtorinë komunale të arsimit, por ka ndodhur në të gjitha drejtoritë tjera. Megjithatë, ka shkolla nëpër komunat të tjera të cilat ende sigurojnë transportin. Unë nuk e përjashtoj në Është kjo mundësi do të thotë që të vendos vetë komuna se ku do të ndanë ato mjete, apo si është rregulluar? Jo, është problemi që ajo ka ndodhur pas mujt prill ku ne një pjesë të mjetëve të planifikume i kem harxhuar dhe pas mujt prill ne A s'keni mendu për shtator? ne kemi mendu për tonë kuën, po pas mujt prill ka ardhur shkresa prej ministrisë që duhet të redukohen mjetet për 15%. Dhe ne kemi bërë redukime shumë të mëdha edhe në planifikimet e shkollave për teknologji informative, për pajisje tjera dhe nuk kanë bet ma tepër mjete. Aktualisht në drejtorinë komunale të arsimit janë dikon rreth 21.000 euro që me 36 shkolla është vështirë me mendu me bo transport. Ne nuk dëshirojmë që të bojmë transport selektiv, sepse shumicën e fshatrav i kemë me largësi mbi 4 kilometra dhe me rrezikshmëri të lartë. Sidomos për to fshatra për cilat po flasim, rrezikshmëria ishte shumë e lartë, nuk ishte trotuare, ishte aty dhe rruga magjistrale ku shpejtësia e lëvizjes automjeteve ishte shumë e madhe dhe vërtet, edhe ata nxënës të cilët përveç se e kanë larg shkollën, ishin të rrezikuar. Po ashtu edhe nga qente, ndacak duke parë se ishte rajon malor. Aktualisht ligjet fuqi janë të tilla që nuk lejojnë që qente ndacak të eliminojmë me forma çfarë kemi eliminuar më përpara dhe me atë problematik ne nuk kemi funde për momentin. Por ligji nuk e lejon edhe mbi kilometër që të thotë këmbë. Në qoftë se bazohemi në ligj. Veç se ligji thotë që komuna ka mundësi ta zhvillojë një aktivitet të tillë, po edhe komuniteti duhet të participojë. Në rastet kur... E kjo është e rëndësishme, ndoshta këtu dhe do të mund të ndalemi. Po kalojmë të te prindit, i përfaqësuesi i prindërve. Gjatë bisedës që pata me prindrit, para 2 ditësh kur ne veç ishim në fshatrat e juaja, thanë se ko më parë është participuar, apo është bërë me vetë financimin e prindërve shkollimi, transportin fakti fëmijëve, por mungesa e mjeteve s'po e lejon më tutje. Keni menduar për ndonjë zgjidhje, ndonjë alternativë që t'i ofroni ndoshta dhe drejtorisë arsimit komunës? Nëse këshilli i prindëve së bashku me transportuesit me kombibus, e kena bisedu për me gjetë një zgjidhje. Na si zgjidhje alternative kemi kërku nga komuna që s'paku shpenzimet e derivatëve, të paguj komuna, ndërsa... Përdorën mjetët e juaja? Për pjesët tjetër janë të gatshëm edhe kombibus që të punojnë në ato vija, të bartin zonësat,
Mirë po ka pas gatishmëri pak edhe më të madhe të disa persona tjerë që kanë thënë që në qoftë se komuna siguron që pas vitit të ri, do të thonë fillim të vitit 2015, në qoftë se komuna e siguron transportin dhe bën pagesën e transportit deri në atë kohë na jena në gjendje që të punojnë edhe pa të holla dhe pa kompenzime. Mirë po një gjë e tillë është pak disi e paarritshme. Edhe janë nga vetë banorë, do të thotë, të cilët e kanë shprehur gatishmëri? Janë banorët edhe janë të personat që punojnë me kombibus që kanë vija të rregullta, të cilët punojnë ato të licencuar që janë. A do t'jetë kjo zgjidhje mirë, çfarë mendoni ju? Do lehtësoj gjendjen e fëmijëve tuaj? Gjendja realisht nuk është e mirë dhe zgjidhja nuk është e mirë. Pse tash në qoftë se shkohet me vetë financim të prindve, ka prindë që nuk kanë mundësi me bo pagesën. Tash si do të diferencohet fëmija i tyre, ai tjerë në kom, ndërsa pjesa tjetër që kanë do të shkon me kombibus. Kjo faktikisht po bina një diskriminim të fëmijëve dhe drejtave të fëmijëve të nxënësit. Edhe jena një pozitë shumë palakmueshme. Unë mendova për ata të cilët kanë premtuar se do të mund ta bëjnë ti transportojnë fëmijët deri në shkollë, siç e thatë deri në muajin, deri në vitin e ardhshëm, ku komuna po premton se më pas transporti do të sigurohet. Në këtë drejtim, a do të ishte ndoshta kjo zgjidhje më e mirë sa të ndërpritet mësimi? Po, për ata na kena menduar dhe kena shqyrtu se kena mbajt në dytet mbledhje radhës e këshillit prindve me prind, dhe kena vendosur që të bëhet një zgjedhje përkohshme, që zgjedhjen e mundshme më të mirë e kemi parë që procesi shkollor të vijoj, edhe transporti i fëmijëve faktikisht është privat me vetë financim. Një ndihmë e kemi prej kombibusëve, cilët na kanë thënë se për ata personat të cilët nuk kanë mundësi, për ata nxënësa që nuk kanë mundësi materiale bëjnë pagesë, do të ketë tolerim, nuk do të ketë pagesa për disa, edhe ata që janë një numër pak më të madh prej një familje, ka 5-6 nxënësa një familje, edhe prej tyne ka një lehtësim, do të lirohen pe pagesës. Zgjidhja e vetme e mundshme është kjo. Po ju si drejtori do thotë, a mund të ndihmoni këtu diçka, të kontriboni, në qoftë se veç është e pamundur që të paguhet komplet transporti? Spaku të ndihmoni diçka prindrit e nxënësve apo s'ka mundësi asgjë të bëhet? Për hir të opinionit deshta të njoftoj që mësimi në atë shkollë është duke vazhdu normalisht për i ditës së djeshme, sigurisht që me mundësit buxhetore, nëse në gjindet ndonjë alternativë e vogël, ne do të bojmë përpjekje që të dalim në ndihmë, po ju e dini që ligjet aktuale nuk lejojnë që ne të zhvillojmë aktivitetet tjera përmes procedurave të tenderimit. Ne nuk po të kishim jetë me pagu naftë, na do t'i bartëshim ata fëmijë, nëse nuk do të mundshim për 4 muaj, atëherë këtë do ta bënim spoku për 2 muajt e dimnit kur kushtet janë më të vështira dhe nevoja unë e di që është për të gjithë fëmijët. U përmend këtu një fëmijë me nevoja të veçanta, të cilin e kemi takuar edhe ne atë ditë kur ishim. Ne atë familje kemi ndihmuar me 400 euro, që e dim që nuk është e mjaftueshme, po që kanë qenë mundësitë tona buxhetore, sepse krahas vijave të rregullta ne kemi nxënës në të cilat transporti nuk mund të zhvillohet normalisht dhe përmes subvencioneve ne aty në fëmijëve ju ndihmojmë përmes mjetëve që i derdhëm në xhirollogarit e prindve të tyre. Po. Drejtor, këta në një farë mënyrë pas kanë bërë një lloj zgjidhje, do thotë. Qenë ka bërë një lloj zgjidhje. Besoj që arsyeja ka dominuar dhe prindërit e kanë kuptuar që nuk është neglizhenca e qeverisë komunale, e kryetarit komunës, së drejtorit të arsimit, po është pamundësia e përballimit me mjete financiare për shkak të vitit që e dim të gjithë. Ne prej që 3 muaj jem pa funksionim normal të qeverisë dhe të kuvendit dhe sigurisht edhe ato reflektuan. Po të kishte mundësi të rishikimit buxhetit, sigurisht disa prej vijave që janë më ekstreme, ne do të kishim mundësi me i bartë
po e dini qësh është, të gjithë fëmijët kanë të drejtë të gëzojnë drejtën e vetë, dhe nëse ne eventualisht bojmë selektim të fëmijëve që i gëzojnë të drejtat e njëjta, atëherë kishte me qenë një diskriminim nga komuna, e kështu është një previm nga një drejt, po nuk është për fajin tonë, po është për shkak të shkurtimeve buxhetore. Por ka dhe në zona të vendeve të tjera të cilët në fakt i kanë ndërprerë shkollimin, është nëse s'gaboj fshati Slakovc, ku janë më këmbgulës dhe fëmijët s'po shkojnë në shkollë. Për arsyen e njëjtë. Është fshati Slakovc që janë 48 fëmijë që kanë ndërprerë mësimin nga dita e parë, dhe të cilët nëse thirrëm në ligj nuk e kanë të drejtën me ndërprerë mësimin, sepse janë në distancë më të vogël se 4 kilometra. Mirë, po është fshat malor, është janë rrethana të tjera. Dhe komuna ka vendosur që krahas vijave të tjera edhe atë vita ta zhvilloj dhe edhe ta nxon sa ti bort. Po në qoftë se s'do ta vazhdojnë ata dhe më tutje shkollimin, a do të ndërmerrni ju diçka apo? Jo, ata sigurisht do të vazhdojnë shkollimin, sepse 2 ditë të para unë e kom pas kërkesa të vazhdueshme prej të gjitha fshatrave ku udhtojnë zonësat dhe e kanë pas drejtën e transportit, po gjatë bisedave janë bindë dhe e kanë po. Unë edhe për këtë arsye jam këtu në këtë studia që në mënyrë transparente t'ja bëj me dije të gjithëve që nuk është se mungon përkushtimi, po thjesht mungojnë mjetet të cilat kanë ndodhur për shkak të shkurtimeve buxhetore. Ne për vitin e ardhshëm kem planifikuar dhe do t'ja prezantojmë kuvendit një buxhet të tillë i cili do të mundsoj transportin e të gjithë nxënësve të cilët janë në distancë më të lartë se 4 kilometra, ndërsa për raste tjera nëse eventualisht ka mundësi komuna do të bëjë transport edhe për ta. Do të thotë gjithçka do të mbetet në këtë drejtim për vitin e ardhshëm sa i përket ndihmës së juaj. Deri në atë kohë ne bashkë me prindit, bashkë me strukturat komunale na mbetet që të gjejmë modalitetet që në të ardhmen t'ja lehtësojmë pak barrën komunës dhe me një partneritet përbashkët mos vijmë në situata që fëmijët ta ndërprejnë mësimin për shkak të mungesës së mjeteve materiale. Ne jemi shumë transparent, i kem ftuar të gjithë, kanë mundësi me e po çush e kem harxhuar buxhetin për këtë vit dhe me e po planifikimet që i kem pas fillim të vitit dhe shkurtimet që kanë ndodhur në vija tjera, vetëm që mos të vijë deri te ndërprerja e transportit nxënës. Është fundi bisedës, si prind, cila do të jetë përgjigjja e fundit që ju do ta bëni si përfaqësues i prindërve? Unë do të mundohem deri në maksimum që të bëjmë një zgjidhje, po në lidhjet e motra deri më tash me këshill prindër dhe me prind vret një irritim bukur i theksum, kur thuhet se nuk ka buxhet, shkurtim buxhetit, ndërsa shkurtimi buxhetit ka kaluar në paga mësimdhënësve, edhe mbledhjet e motra deri më tash kena pas vrejtje tjera që thotë se drejtoriat nuk po kanë buxhet për transport, ndërsa drejtorët e drejtorive organizojnë darka, soleme për festa ndryshme edhe shëmbëllni një buxhet të shpenzimet e atyre darka sikur të përcilleshin në transport apo mbulim të shpenzimeve transportit do të shërboni një zgjidhje e këndshme. Buxheti nuk është ndarë në mënyrë korrekte, mendoni? Buxheti nuk është ndarë në mënyrë korrekte dhe popullsia gjithë janë njoftuar pse ka ardhur te kjo edhe jena me një gjendje të palakmueshme, po do të shojmë të kemi një zgjidhje. Por drejtori tha se një rishikim nuk ka? Nuk mund të ketë për derisa nuk ka funksionim. Do të vazhdohet me darkat e mëtutje? Nuk qëndron kjo për komunën e Vushtrisë, është absolutisht e pavërtet kjo që e tha kolegu im i nderuar, sepse nuk ka pas unë i kam vërejtjet e banorëve.
nuk ka pas komunën e Vushtrisë as darkë, as drekë gjatë këtij viti dhe asnjë nga mjetet e planifikume nuk janë derdhë në drejtim edhe nuk janë keq përdorur. Ato mjete janë transparente, ju e dini, disa e dini, ju nuk e di, e dini, nëse nuk dani me ditë është problemi ju, po komuna e Vushtrisë është viti 4 që nga auditori general vlerësohet në mënyrën më të mirë. Është viti 4 që ne vazhdimisht vlerësohem nga auditori general pas një vrejtje, po të ishin vrejt ato, sigurisht ai kish me I thonë në ato vrejtje. Kështu që siguru transportin nxënësve dhe diçka po rregullohet. Është çështja vetëm e transportit edhe është çështja vetëm e mos informimit të atyre prindve, sepse unë ju thash, janë 24 vija, janë 24 mundësi me ndërprej mësime, ndërsa ajo ka ndodhur vetëm në fshatin Në Volan, që për fat mirë është I kaluar e vështirësi, kohën kur ne po flasim, ndërsa në fshatin Slakavc do të shohim edhe do të përpiqem që ta zgjedhim këtë problem, sepse realisht ata janë në distancë që ne nuk kemi obligim ligjor, mirë po kemi obligim moral, sepse janë fshat I largët dhe zhvillimi I atyre fëmijëve është nevoja domosdoshme për ne. Faleminderit atëherë që ishit në këtë bisedë.